katastrofë, nuk di se unë them këtë. Sigur këto thënje që u thanë për Bilin e Vallukën, sigur të ishin fjalë të PD-s, fjalë populli, kishin të drejtë që mos ta dorëzonte. Por spaku që deri dje ai ka besu, ai me zotin Berisha, me zotin Ilir Meta, ai nuk i dorëzoi prej herë ose zotin Ilir Meta e tërhoqi si kafsh, si me qenë bandit, si me qenë një hajdut, si me qenë një sa të them unë ty. Dhe nuk është anormale që mos të dorëzohet Belinda. Unë kam besim që do dorëzohet. Qartë, zoti Sheltia, nga ana tjetër dua të përmendim këtu edhe situatën brenda Partisë Demokratike. Si e shikoni sot ju Partinë Demokratike edhe ndoshta a ka nevojë ajo parti për një riformatim? Po. Partia Demokratike, unë mendoj që sot është shumë më mirë sa qishte. Sepse në gjendje që e shkatëroi Lulzim Basha, unë kam pas qenë simpati, unë jam qysh në gjithë jetën, se unë kam origjinën time, me Gjegjë Fishtën, me gjyshim ka qenë me intelektualet në fotografi me Gjegjë Fishtën, kam 2 kushërit e babës tim me Sheldia në kohën me Gjegjë Fishtën. Unë vetë, baba im ka qenë mësues në gjithë fshatrat e Shqipërisë, edhe është vujt, është persekutu, thjesht pa të drejtë. Do të them që Partia Demokratike është mirë të shti demonstrata. Kur u bo demonstrata, unë me thonë drejtën, u gëzova pa mas, kur pash uraganin i demokrat, por u shgënjeva kur përfundoi ashtu. Por u gëzova më vonë se mora vesh që ishte një direktive mrenshme, që t'ja të regojmë popullin, por mos t'ja prishim festat. Qartë. Dhe bravo i qoftë, mbastaj unë u bora autokritik vetë që pse ashtu, se konkluzioni ishte që ishte para festave. Dhe unë shpresoj që Partia Demokratike mas festave do t'jetë më shumët dhe do t'jetë më egur se si që meriton në Rama. Mendoni se i gjithë kaosi që është krijuar në kuvend zoti Sheldia nga ana e Partisë Demokratike është i drejtë ndoshta edhe për sytë e qytetarëve të cilët i kanë votuar atë deputet që janë aty brenda? Po shumë e drejtë, më tepër pak bën Partia Demokratike, që të krahasosh kur ishin socialistët në pushtet, çfarë kanë bo, Partia Demokratike nuk është duke të bo një të 10-ën. Ka të drejtë, jo se jam unë demokrat, por i sigur edhe mos t'isha demokrat, vetëm duke ndigju vjedhjet, duke pa varfrin që ka arrit kulmin. Unë jetoj këtej, unë çdo çmim që shoh në Shqipëri, shoh këtu, është nata me ditën, atje është nata, këtu është dita më. Është anormale, nuk ka vend evropian në botë që të ketë ato çmime që kanë Shqipëri, nuk ekzistojnë. Po nuk është fjala se janë pak më të lartë, po janë dy fishmë, është merë, është lemeri. Këtu me 20 pound që jam unë, si me thonë 20 euro, mushen qeset plot. Atje me 20 pound blen me 20.000 lek, blen 1 kile djath, 1 kile mish. Nuk e di, pse ai populli im vjen keq shumë, që pse është popull kaq kokullur, pse nuk revoltohet, nuk arri me kuptu, çfarë i ka bo, mirë dikur thojshim që komunizmi të vret. Tash i thonë këtë heq ka puna. Po ore tash demokracia ka një të mirë, që ketë mundësi të punosh në shtet dhe në privat. Ti, qoftë se ke qef të protestosh, ti shko ke privati, mos punon shtet, edhe protesto. Unë
Unë nuk di. Mos ndoshta shqiptarët, zoti Sheldia, janë mësuar edhe me mënyrën e të jetuarit edhe në kohën kur zoti Berisha ka qenë kryeministër, edhe në kohën e tanishme aktuale, pra që zoti Rama është aktualisht kryeministër? Pa, unë nuk se delë sikur po du me mbrojt gjithmonë demokracinë. Jo, është në opinionin tuaj, është opinioni juaj, nuk ka problem. Po, dakord. Ore, në kohën e Berishës, a kupton? Ore, ai Berisha ishte me gjysmën e buxhetit të shtetit dhe kujtoi rrogat e zyshave, profesorëve, infermierëve, doktorëve, çfarë temën ty me gjysmën e buxhetit. Tashti Berisha, mirë që me gjysmën e buxhetit, ai tashti që Rama e ka bërë dopju buxhetin dhe Berisha kishte 3 milion popull dhe me gjysmë buxheti çoi rrogë. Tashti Rama ka 1 milion e gjysmë popull dhe ka bërë dopju pushtetin dhe nuk çon rroga e pensione. është jo bin grop, unë thot, sikur të shtoj me qu pensionet. Po është anormale më ti me ato vjedhje katastrofale, ka i skaku t'i gjej lekët, si i ka qu gjithë në banka offshore. Qartë. Zotë Sheldia, nga ana tjetër doja t'ju pyesja edhe për lëvizjen e zotit Ervin Saliani brenda Partisë Demokratike. Si e keni para të lëvizjet dhe nga ana tjetër dhe akuzat e zotit Berisha se Ervin Saliani u vetë përjashtua nga Partia Demokratike, ndërkohë që Saliani në protestën e organizuar 2 ditë më parë nga ana e Partisë Demokratike deklaroi se e gjitha ajo lëvizje e tij ishte për të vetëzgjuar demokratët. Po. Një gjë, Saliani kam frikë se ishte një loj. Saliani nuk hynin burg, po shkojnë Kavalishenc. Saliani modhi flokët, doli më i bukur se që ishte nga burgu. Ku është pa që të shkosh në burg dhe dalësh me flok dvu. E para, e dyta, Trimi Gjergji Lezalia i tha, unë do shkoj në burg, në një kohë që nuk e qunë, u pritte që të bote gjyqi. A i doli, pse? Se Grida nuk ja harron kur Sali Berishës. Grida i thote Lulzim Bashës na ullu hiq, Lulzim Basha. Dhe Sali Berisha që shkatëroi Lulzim Bashën nga rënjët, Grida i tha Salianit, futët në burg, bëti si heron burg, dhe duke bëhu si heron burg, do dalësh nga burgu, edhe atëherë do drejtosh Partinë Demokratike, masa ne thresin prap Lulzim Bashën e kënej. Por shqyr që ky i qiti kamët me këtë duke shku, duke bë këto, sikur mos bote këto grevat ai do t'a hate, do t'ja fut të keq Partisë Demokratike. Në këtë mënyrë ai zbuloi veten. E veten ai edhe Grida. E qartë, mirë, zotë Sheldia, për ta mbyllur do doja një mesazh nga ana juaj për të gjithë shqiptarët sa i përket të gjithë këtyre skandaleve që po ndodhin, ndoshta edhe një thirrje që shqiptarët të zgjohen dhe të shohin rreth rrotull edhe jetesën e tyre. Shumë e drejtë. Unë i lutem popullit shqiptar mos shofin feja, partia shqiptarit duhet tjetë liria ekonomia, gjepi, fëmijët, familja. Sali Berisha deshi me i dhën lek fëmijës që por sa lindur deri sa njeriu që nuk ka punu asnjëherë në jetë do t'i jepte 200.000 lekë në minimumit jetik. Ore, këto gjëra që desh me dhënë Sali Berisha, sikur shtetit më evropian në botë, më të pasur në botë, sikur t'i thonin që dënë me nodhë kjo punë, do t'ishin më të lumturit në botë. Ne, shteti më i varfër në botë dhe